Kuran Berisha rinë që të kombinoj me Altin Merlakon. Rasi tani për Dukagjinin. Vjen ky pasimi ullë, topi shkon vetëm deri te Da Silva. Insiston Dukagjini, çojmë nëse ka penalti. Heshtë gjyqtari Lirim Jashari. Është penalti të ndëruar shikues. Ergim Pevqeli, pret Kenan Haxhi Hamza. Super pritje Kenan Haxhi Hamzës. Këtë rastin edhe njerë që të gjuaj nga pika e barë, Ergim Pevqeli, pati diçka të pa rregullt. Shumë lojtar u futën në zonë. Ergim Pevqeli gjuan, i sakt është 0-1. Kalon për para Dukagjini. 2 herë gjuajti nga pika e bardhë. Ergim Pevqeli herën e parë arriti që të intervenoj Kenan Haxhi Hamza, ndërsa penaltin e dytë realizoi Pevqeli për të krijuar e përsinë e Dukagjinit. Ja, topin e zonë goditja. Dhe 1-1, barazohet rezultati. Të lëvi e krijuar në zonën mysafire, realizon Kreshnik Kuka. Minuta e 37. Autori golit Kreshnik Kuka. Të një rasti tjetër për Drenicën. Kreshnik Kuka gjuan, pret. Kreshnik Kuka, bukur ndal topin, Kreshnik Kuka. Pas vjen goditja e Prodanit. Vetëm fundore për Egzon Lekajn. Gjuaj Merlaku, Altin Merlaku provon, është bllokuar goditja e tij. Krosimi i Sufit, plana mundësia për Dukagjinin. Rikthehet avantazhi i mysafirëve, autori golit Kuran Berisha. Minuta e 52. 1-2 rezultati. Koka tje pasojnë në drejtim të qendrës, plana dhe nga jo situatë përfitoj Kuran Berisha që arriti të realizoj. Nuk ka fol shkaktuar. Ja, rasti për Dukagjinin, pret Kenan Haxhi Hamza. Kroson Hamiti, 2-2, barazohet rezultati. Gjithçka e barabartë në Bajram Aliu. Minuta 75. Reagimi domet edhe i mbrojtjes, por edhe i portierit Egzon Lekaj. Tjetë interesant që të shikojmë në gjirim të përsëritur nëse Hamiti realizoi direkt nga korneri. Në këtë stadium Drenica Dukagjini 1-4, pra 5 gola. Pa të nshënuar në të ballavaqim. Ja tani Limani. Limani vjen ndërhyrja. Në top thot gjyqtari Lirim Jashari. Kujtoj njerë të ndëruar shikues se Dukagjini golin e parë realizoi me Pevqelin për të barazuar Kreshnik Kuka.